Të dashur vëllezër dhe motra, të zgjedhim Ehli Bejtin do të thotë të zgjedhim dritën që nuk shuhet kurrë, sepse ata janë porta e mëshirës, shtegu i udhëzimit dhe busulla që e kthen zemrën drejt Allahut. Në fjalët e tyre gjejmë urtësinë e pastër, në moralin e tyre gjejmë shkëlqimin e virtytit dhe në jetën e tyre shohim mishërimin e besimit më të plot. Ehli Bejti janë pasqyrimi më i qartë i profetit Muhammed. Ato janë trashëgimtarët e diturisë së tij dhe bartësit e amanetit hynor. Kush lidhet me ta, lidhet me rënjën e së vërtetës. Kush pason gjurmët e tyre, ecën në një rrugë të mbrojtur nga errësira e gabimit. Ta zgjedhësh Ehli Bejtin do të thotë të zgjedhësh dritën, mëshirën dhe udhëzimin që të çon në afërsi me Allahun.